Si të dallojmë hadithet e sakta edhe të pasakta. Shumë mirë. Genta, nëse shkojmë te thënia e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, hadithi i profetit Muhammed thot kështu: kur ju vjen një hadith, një gojdhan ju vjen, ka thonë pejgamberi kështu. Menjëherë, si ta lexon atë hadithin, thot duhet me këshyr apo shkon me Kuranin, se çdo fjalë që ka thënë pejgamberi nuk e ka thënë prej hamendjes. Ajeti kuranor thot illa wahyu juha, vetëm prej shpalljes që i ka. Kështu që ç'është mi dallu hadithet e sakta dhe pasakta, ka shumë, po pejgamberi thot nëse nuk përputhet me ajetin kuranor, siç e pam sot në xhuzin e 9, tregoi që Allahi e ka kriju botën për 6 ditë, ajeti kuranor, ndërka që hadithi shkruan atje, Allahu e ka kriju botën për 7 ditë. Tash, cila apo përputhet kjo me Kuranin? Jo. Prandaj pejgamberi ka thonë, kur ti ndëgjoni hadithet edhe nuk përputhen me Kuranin, ato hadithe edhe merrni gjuni përtej muri, plasni për muri. Ato unë si kom thonë. Mandej edhe një hadith tjetër thot, ata të cilët përgënjeshtrojnë në emër tem, në ditë kiametit flakën me qitë prej gojës. Që do me thonë, hadithet madje, edhe këto hadithet që vinë janë prej më të saktave, që vinë prej Ehlibetit, që është usuli kafi, janë hadithet që mirën aty, të Ehlibetit, edhe aty ka të rrejshme hadithe. Po aty nuk ka daif, ose daif i thënë zaifta, ose të vërteta. Aty ka vetëm të vërteta. Po në kuadër të vërtetës, se sa të rrejshmet, hiç nuk i, ato që ka janë daif, hiç nuk i qesin. E tash këtu edhe aty bile, kur ka ndaj hadith, për shembull Hajdar Kemali, thot një hadith thot që gruaja është e mangët në mendje. Edhe ky dietari shiit që është edhe pasuesi i Ehlibetit, edhe është shia dietari i madh Hajdar Kemali thot, ç'është thot nuk ekziston kjo, thot se Zoti thot i ka kriju të barabartë edhe gruan edhe burrin. A përputhet kjo me Kur'an që gruaja qenë ka e mangët? Jo, nuk përputhet. Prandaj thot ky hadith nuk e ka thënë pejgamberi. A në Arabinë Saudite për shembull deri para 2-3 vjetëve gratë s'kan mund me vozit veturën. Pse? Sepse muftiu e Arabisë Saudite ka thënë pejgamberi që gratë e kanë mendje në mendje janë të mangëta. Do me thënë, ma të mangëta në mendje, ma të dopta janë mendje, nuk janë qashtë mençme sa janë burra. Kjo hadithi është i rrejshëm, po ka muftia i Arabisë, këtë e ka marrë si bazë, edhe gratë deri vonë nuk kanë vozit veturat. Prandaj, një hadith që ti për shembull, si një muslimane Genta, muslimane bashkohore, e merr një hadith, se për shembull përshin ju edhe në për TikTok, e ka thënë pejgamberi, ma mirë merë një ajet kuranor qite tak, me një video, se sa një hadith ka thënë pejgamberi e nuk pedina, ka thënë ajo. Pse janë daif? Daif janë sepse për mu përcjell një hadith, për shembull, kur është përcjell prej Ehlibetit, për shembull, Gjafer e Sidiku është imami i gjashta gjenerat. Gjafer Sadiku e ka një prej babës vet Muhammed Bakir. Muhammed Bakiri e ka një prej babës vet Zenul Abidini, djali imam Husenit. Zenul Abidini e ka një prej babës vet imam Husenit. Imam Huseni e ka një prej vllaut vet, ose prej Hasanit, ose prej babës vet, ose prej nonës vet Fatimës, e Fatimja e ka një prej profetit Muhammed. Ky zinxhir është shumë i fortë, sepse gjenerat mas gjenerate e kanë një këta, sukur unë që shëni një muhabet prej babës tem, plus asaj i kanë shkrujt, edhe ka kanë shku, ka kanë emigru, ka kanë janë persekutu, gjithmonë ata nuk kanë marrë ushqim me veti në për Samare, në për
të kuajve send. Ata i kanë marrë begatin, florin islame, i kanë marrë kuranat, i kanë marrë hadithet, librat e haditheve e tjera. Pra, kur është daif, do me thonë është ai zinxhiri që përcjellet, e ka thonë ky, e ka thonë aj, deri te Muhamedi. Prandaj ka raste kur është daif, për shembull, ka thonë unë e kum ni prej filonit, po ai filoni ma shumë o kanë pianet se sa u kanë i normal kështu. Pra ka qenë i derë, ose ka qenë filoni që s'ka pas moral të mirë. Edhe ti s'mundesh me thonë që ai e ka ni sakt prej profetit Muhammed. Po jo, ky e ka ni prej ati tjetër, ose ka qenë për shembull daif, kur o daif, i mangët, i zaif thëjmë na, pra i dopt, e ka ni për shembull, unë e kom ni për një djali 14 vjeçar. Kisë ai 14 vjeçari e ka një prej babës vetë. Baba vetë prej ati, deri te Muhamedi ka. Pra, me njëherë, si edhe Albani, që është djetari madh i sunive, ai vetë e ka marrë, prej Sahihul Buhari, se ka e ka shkurtu, i ka hek hadithet. Tash, ky Albani ka ndrujet para 30 vjetëve sa e di unë. Do më thënë Shej Albani, që e kanë shumë të njoftur, edhe ai merre me mend, i ka pa hadithet që janë katastrofë të rrejshme, e ka marrë, i ka përmbledh, e ka bën një përmbledhje haditheve vetëm nga Shej Albani, që ato konsiderohen ma të sakta. Ndërka që Ehli Bejti i ka vetëm prej imamve hadithet që kanë ardhur deri, po të njëjtat hadithet prej imamve i ki edhe të librat e Ehli Sunnetit. Pra, hadithet e Ehli Bejtit i ki për shembull edhe të Ehli Sunnetit. Pse ka hadithet vërteta? Ka hadithet vërteta. Për shembull, hadithi i vërtet është kur profeti Muhammed u ka kthy prej Gadirul Humit edhe ka thënë men kuntu mevla fe hadha Aliun mevla. Prej Qabës, 72 ditë para se me ndru jetë, e ka marrë Aliun për dorë e ka thënë kush më ka njoft mu si prijes, si mevla, si udhëheqës, mas me e keni Alin. Për shembull, ky hadith edhe te Ehli Bejti ekziston, edhe te Ehli Sunneti. Kështu që ky hadith, nëse ka vërtetësinë e mirë, dietarët e dinë. Po të mjerët ata dietarë të cilët nuk i kontrollojnë hadithet, edhe Sahih Buhari është vetë kanë vërtetu që ka hadithe shumë të rreshme. Mandej aty ka edhe daif, dopta. Pse e ke shkrujt kur është i dopt? Pse po shtin dyshim të neve si musliman të shekullit 21. Ndërka që hadithet e vetit nuk thëjnë dopt. Ose e kanë zinxhirin e komplet, ose thëjnë nuk ka dopta. Ka hadithe që kjo është nxerme prej filan. Por edhe aty najherë dyshohet. Shembull, ki hadithin edhe kisa Aisha u kanë 6 vjeçare. Jo, me zemër çfarë 6 vjeçare? Ardian Kutili, aleikum selam i nderuar. S'ka shansa Aisha 6 vjeçare. Historiografët e kanë vërtetu që Aisha ka qenë 14 vjeçare. Aisha për shembull ka lind 4 vite para shpalljes, do më thënë Kuranit, që pejgamberi ka qenë do më thënë 14 vjeçar. Aisha, fëmijë, 4 vjeçar ka qenë. Mandej, Hatixha u kanë e para grua që i ka besu profetit Muhammed. Edhe pastaj ka jetu, mandej thuhet që edhe 10 vjet, që llogaritet kur është martu, 10 vjet, mas i ka zbrit shpallja, edhe knena 4, i bie që Aisha është feju, mandej vetë Ebu Bekri, shoki vetë, i ka thënë, ja Resulallah, ty po ta jap vajzën teme si dhurat, i kanë dhënë vajzat e veta ka qenë derë mu konë qika e burrshtetit e pejgamberit. Edhe knena 4 vjet para shpalljes, edhe knena 10 vjet, do me thënë 14 vjeçare, Hazreti Aisha ka qenë. E 18 vjeçare, thënë, është martu për profetin Muhammed. Kjo është historia e vërtet. Aty ende ekzistojnë hadithet që Aisha ka qenë 6 vjeçare, e u ka martu 9 vjeçare, plus e arsuetojnë, jo ka qenë
klima kanë qenë zhvilluar send, atë pse su martu edhe Fatimja 9 vjeçare për Imam Aliun. Masi u pas ka martu Aisha, pse pejgamberi se martoi edhe çikën e vet 9 vjeçare, po e martoi 18 vjeçare. Do me thënë, pa marrë parasysh, ajo është fëmijë. Ajo psikologjia e fëmijës ende nuk e din çka do me thënë grua mu bë. Kjo është absurditet. Hysni Dauti, besoj se Genta e ki përgjigjen, por na në shekullin 21, faleminderit edhe ty zemra, shekullin 21 na prap mundemi mi logjiku sendet. A ka mund me thënë pejgamberi që gratë janë të mangëta. Mandej për shembull thot, një hadith transmetohet se gruaja është e krijuar nga brinja e shtrembët. Dhe nëse mundoheni ato me drejtu, ajo ka me u kërsit. Pse more po e po shtroni qatë shumë gruan? Hajde gjema një ajet kuranor që shkruan Kuran që gruaja është e krijume nga brinja, unë sot po e loana Ehlibetin. Nuk po e pasoj as Ehlibetin, veç po shkoj si mas haditheve t'juja dhe si mas ehli sunetit. S'ka shansa. S'keni me gjetë gruaja që është e krijume prej brinjes. Jo. Thot gruaja është prej nefsit, prej të njëjtës vete, çush është kriju Ademi prej çasaj vetës, prej njeri, edhe ky tjetri është edhe Hava njëjtin vend, është kriju në njëjtën tokë, njëjtën formë, njëjtën materie. Çka ka toka? Magnezium, ka kalcium, krejt. Çka ka toka, ka edhe njeri. Sot kur ti bën analizat ki hekër, ki kalcium, ki krejt. Këtë që të sendet ishe magnezium, kreti kin tokë, prandaj na pime dhe tableta magneziumit kur na dobësohet trupi, ose kalciumit e tjera e tjera. Prandaj, Zoti e krijoi edhe Ademin njëjtën vend edhe Havën, ajo prej brinjes e pas ka kriju. A u bë kjo qarkatur? Po, në Bibël kështu shkruan, ama jo me marë, se këto Israelatet, rrëfimet Israelate janë populli i Hebrej, e këta kanë pas shumë rrëfime, edhe këta kanë shkrujt, po zotniti e shkrujt i bazon Bibël. Bibël shkruan tamam direkt që Hava është e krijume prej brinjes Ademit. Ndërka që Kurani nuk shkruan, po të hadithet e muslimanëve shkruan. Kjo është faktikisht tamam shihet që ky është hadith i marrur nga hebrejt, për me po shtërsu sa ma shumë femër, po jo. Resul, emrin, veç pak, zoti Suati. Resul e kam pa, po thot Muhamedin sallallahu dhe Isën në ndër garant e ka pa, dhe më ka një zonë të fali namazin se do të hish në xhenet. Valla Resul, ti emrin e ki shumë të mirë njëherë. Resul, do më thënë i dërguar për diçka. Nëse je balik, pra nëse je 14 vjeçar, je i moshritur, ti namazin e ki obligim, po kjo është një thirrje shumë e mirë për ty, edhe s'është dasht me të ardhë në ndër, po desh ti me falë para kësaj, po si do qofsh Zotit pas ka përkujtu për këto shumë mirë, të lumt, mos gabo, mos me falë namazin, s'pakun që se s'mundesh 5 vakte, vetëm fali sabahin, mos dil prej shtëpis pa sabah. Mande kadal, kur vjen prej punës akshamin, kadal, drekën e qindin, kështu që ja fillon me pak, edhe fillon me falë të të. Shukrije, po thot e vërtet, mo trajtpala, na knaqe me këshilla. Çka me vovre, po duhet ishtë Hava na ka qenë një zemër, o i Hava, mos ma qenë një zemër. Po nesë, ose 1 ose 5, me kam qese. Po, më ka bede baba, kush ka full me Zotin drejt për drejti? Drejt për zdrejti ka fol Musa a.s. Një prej pejgamberëve që ka fol drejt për zdrejti, sot e kemi lexuar Kur'anin, kur hypte mali Tur, e i thot, o Zot, thot po dubre me të pa. Thot Zoti, mos kërko tha se s'mundësh, syri jo s'mundët me pa, po tha, në shokëm këtu një mal, edhe kënina një mal, s'thot sa i kam tel të pala të syre, të në shel, mali u rafshu.
Edhe mandej Musa qatë shumë u tu tha o Zot tha më falë. Këta tjerët pejgamber krejt kanë folë përmes Gjebrailit. Më duket edhe njëni prej pejgamberve, po nuk po më kujtohet emrin, s'jam sigurt ma mirë s'po thamë. A për Musën e di 100%. Po më duket se edhe një pejgamber tjetër. Direkt në Zotin. Këta tjerë jo. Fande ma bane Allah në motra, em nona jeme, për Zotit. Nise, s'ka problem, natën e mirë, Luani. E ne jota mirë se na erdhe, ndërka gjuri e ka fjallën. Unë e deshta më të bëjë një pyetje, se e shkojnë Kosovë, sa më të bëjë në josh me vetë, gjatë paraj. Ku po vdes njeri, a kupton? E tash ku po shkën me vorros. Pasi po shpërndahet xhamati, a kupton, po dalin për vorrave, oxha po rriveten. A është e vërtetë që çaj ku fon për shembull oxha ku të thotë ja filan, që kanë ndru jetë, a kupton? Që vetëm. A vërtet që oxha e nin dekën që livrit? Vllaje më është hoqë. Po? Që sa kohë. është në xhamin e Tërzimallës. Edhe përpara vorrezat janë qelë kështu, edhe kështu, si shkronja L. Po. Tash që me shti kështu në vorë njerin, mandej me shti kështu si të shkronja L. Për arsye se kur të bjerë dheu mira komplet këtu, se në Arabi është dheu ma i but, edhe kur ka pas undësi sen të qëndë, shkojshin i nxershën gjenazet të hajshin mishin. Kështu është po, për atë arsye është konë në shkronjën L. Ndërka sot nuk e bëjmë shkronjën L, po për respekt, kur ta qesin kështu në vorë, ja qesin ja do drastë. Drastë, po? Drastë ja qesin. Po. Edhe masane ja qesin dheu. Edhe natën e vorrit, ka thënë pejgamberi, kush nuk e beson natën e vorrit, nuk është musliman. Kusht për me qenë musliman duhet 3 kushte. Mi besu Zotit një, mi besu botës tjetër, edhe mi besu pejgamberit. Jo vetëm pejgamberit Muhammed, po edhe Isës, Musës, këtë pejgamberve që janë në Kur'an. Kur ta fusim njerin, njerë Zoti ja merr shpirtin. Edhe prej rahmetit ti, gjithë natën e lume duhet me rujt. Po, qështu kemi tradita, po, nuk duhet me kalu naj mac, naj sen, se të macat e kuptojnë lidhshmërinë. Nuk duhet me kalu naj mac, por njeri nuk e shet gjenazën e vetë. Zoti prej rahmetit vetë. Po, kur ta lajnë trupin, i do këtë këtë si ondër. Kur ta shumë njerëzit që po fajnë, që po janë mbledh, kretë thot ondër. Kur ta qenë të nëshirë të hoxha, kur thot në vetë në sakje, vendosa me falë namazën e gjenazit, filanit, thot, pas kom vdek. Vetëm qatë herë, kjo as ondër kërkush nuk e shek këta, se me bo me pa ondër, a i qmenë. E këtu të nëshirë me pa vetën aty gurit, thënë të nëshirë gurit, par hoxha ku e falë namazin, kur që aty e mervesh që kom vdek. Mandej, hadithi tjetër thot, prej gjamis, deri të vorreza, dhe i sa ta qërin, thot ta kish bo Zoti me një bërtimen e të vdekmit, thot e vlati babën s'kish pas fuqi me shtin vorë. Të dajtë e min katun, të dajtë e min, gjemati s'kishin mund me shtin vorë. Të dajtë e min katun dhe kanë afer varrezave, pak si ma lartë. Edhe kër u vorros kena njeri mirë që jo kanë thëshin, brësa letë ka shku gjenazja, si të fluturu. Sa i thot, hajtë dhe një ma shpet, më qoni të shohë edhe botën tjetër. Botën tjetër. Sepse, po, nëse o kanë njeri keqë, thënë kretë kanë mu të razu edhe lopët, edhe qëndë, edhe zosht, edhe kretë ka mu të razu prej trishtimës ati zonit që ka me bërtit, ku po më qoni bre, ku po më qoni bre, ka me bërtit shumë. Prandaj, kur ta qëjnë vorë, se në momentin të kur të vjen Azraili, melekul maut, meleki vdekjes, tash tak po të vjen.
Çet moment ti ki me kuptu se peshe një krijes para vetës. Ki me kuptu që kjo bota pas ka qenë vetëm iluzion, që shka thënë Zoti, ju kumpru vetë sa me kalu, me po, ku drejti Allah. Ti kur ta sheni krijesë dhe po ty selam aleikum, a dikujve thot apo mjef, Allah po tutesh, dritarja s'po qilet, dera s'po qilet, perdja s'po fry, këta gjallit po thot ka nis me fol me të vdekmit, ka shumë njerëzit të dhanë shpirt, vjen shpirti djalit tem, thot hajde mam, se ki me ardhë me mu në atë dynja, vjen shpirti nënës teme, babës tem, se filloj me fol me të vdekmit, thot hajde vlat jep shpirti me babën tem, e kom një që shka fol me nënën e vetë. Baba jem fol ki me nënën e vetë. Ndërka që këta që kanë pas shumë azabe, ata kështu, kanë me luftu, sepse kam i ardhë me lekul meut, që se s'ke marë halale, e ke ofendu Iqbalën, kom ofendu Valentinën, i kom thonë fjallë të randa, ja kom prish ditën, ja kom qitë lotin, ata thot, pa ja marë halalin, kur ti vjen me lekul meut, ata kanë me luftu. Tyra kam ju ndryshu. Plus, po kalujmë të qajo të vori, se kjo është pak një periud që mës me folë tjetër erë, po këta e qesin video aty dhe keni me pazit. Edhe këta gjallit kanë me thënë shuni, mës bërtiti se pja këthejnë shpirtin. Nuk i kthehet shpirti, njëherë si del ma trupi bëhet gjënup, që ato ogja jep gusët. Ama nuk bëhet gjënup prej qefit, po bëhet gjënup që i shtrydhët trupi, krejt prej zori. Se është shumë zamit me dalë shpirti. Ti mere me men një dhomë me hek pa opinium, a një qfardhinski, një operacion ma të vogël që ne bën pa opinium, e shpirti, e është pjesë e trupi, që shka me dalaj. E ata që janë konë shpirtëzi, ata që kanë bë punë të këqija, dhe s'ka i s'janë pendu Zotit, edhe s'kanë dhënë, ata thot, kam i arë Gjebraili, kam e hik, do shta një avë kam e shku, kam i arë, kam e hik, kam mutu. E kur ta shtin vorë, aty krejt hikit, hoxha e ka obligim një dua, është vla jem, thot apostafat, edhe thot sa herë, thot e kum një të ba, dum, që kudreti Allahut. Që ajo, që ato që e pyte ti, kjo është shumë e vërtet. Vlo jam, thot. Kudreti Allahut. Se e bëjmë abet të shumë. Në qatë drasë, në qatë trupin e pastër që jem ledh me qepin, qatë drasën, ka me pas vend sa me uqu që shtu. Edhe me dhonë përgjithsi, ka me thonë, o robi janë, thot, hajde, thot, mere dhe shkruj veprat e tua të mira, çka i ke bo. Thot, o ju me lachet, në 7 ani ki me lachet, vetëm një natë është vështirë. Masane atje që shë ke bo vendin një. Thot, po thot, unë thot, s'kom laps. Jo, thot, që laps e ki gishti. Po thot, s'kom që shmi shkrujt, unë s'kom në gjyrë. Thot, që në gjyrë e ki pështymën. Po thot, s'kom ku me shkrujt. Që mere këtë qëfinin, nisja shkrujt. Që të shpirtit e trupi ma jo. Nisja shkruje, a i gzohet, niset mi shkrujt se Kiramen Katibi që kjo që ka përna njek në këtë dynjo, këta janë edhe në vorë. Edhe a i nis me shkrujt e shkrujt e shumë. A i thot ta shkruj veprat e këqia. Edhe ati kja me në armare, ka thënë o zot, o ju me loqe, po m'vjen bre mare. A tha, s'ka ardh mare në dynjo mi ba. Për kuptoni, këto janë asgabët e vorit, shkret kone e kofen du, pse ke vjedh, pse ke bo, pse artu, pse... E mandej, masi të kalon nata e vorit, për shatë arsye 14 ditë, unë e djalitem i kom shku të vari vetë. Sot jo kom bile, sot isha para qamit, edhe merë ujnë, edhe ja qetë prej kokës të kamët, prej kamët të koka, prej kokës të beli. Ky ujë, thot pejgamberi, o lut, o Zotë dhe shiu edhe breshmi edhe ujë që pja qesim e t'ja lënë më katët e t'ja zbut azabët. Kudreti Allahut. Bravo, faleminderit. Për që ta ma ke dhoni tem shumë të mirë. Kom s'ka fullit tash. Prandaj ju kur të vini prej Gërbetit, që na për Bajram,
O gjallarët e Kismet. tonë, baba jem Rahmet Lia, këta o gjallarët e vjetër, se këta të rritë ta shumë s'pi këshyrin të rendet, bile po thëjnë bidat e sen. Baba jem prej gjamis shkon njëherë të Varrezat, i viziton të vdekmit, se dhe ata kanë bajram. Edhe Bravo. ata janë vujtje, janë mërzi, deri sa të bashkohen me njerëzit e asaj dynjas. Ku drejti Allahut. Dhe sa bashkohen, për shembull djali jam ka ndru jetë, tash ai kam i kry ato azabet e veta, sen çka ka fal namaz, as ka fal namaz, punët e mira që i kanë pas ja zbusin këto, po kjo është shumë mirë se kjo jeta në Berzak, jeta në Varrezak, ajo ty të bën gati për me shku në ahiret. Edhe nëse ke pas më mundu, ti veç ka ki më mundu në ahiret, edhe kimi ngjasu, që se je i xhenetit, kime qenë pak jetën ma me pak vujtje kime pas. Që se je i xhenetit, që aty Zoti ka me të pastru. Ato çka nuk besojnë Zotin, ati Zoti s'ka me një, kur gjo, as natën e vorit, as kur gjo s'ka me një, sa i si beson Zotin. Bravo. Po çka ka me voar? Si ta shtin vor, ai si beson natës vorit, ati Zoti ka me aqu si gjumë. Kur një shfarë putje s'ka me marë. E ai mandej të krarë, se Zoti thot, kur të bëhët dita e kiametit, kanë murin gjallë, se shpirti, sa ditë që ka himë barë, ADN e ka. Ti e të përzije toka lëmsh në kiamet, ADN ajo te ka me mbi si kurse bima. E qatë ditë ti që ke i morë, prandaj, a i qka s'ka besun Zotin, Zoti thot po mja që një gjumë, as një azab të vorit s'ka me pas, sa i si beson Zotit tjetër, masane a i kret azabët ka mi pas në gjehenem, që s'ka besu Zotit. A na që i besim Zotit, edhe me pas gjunahe, edhe me pas sevape, Zoti ka rahmet. Për qatë arsye, për të vdes nana baba, me njëherë du të me këqyra, ka pas borgje, me dhënë sadaka, me ardhën teshat, me shtru dreka, me bo 40-at, me bo 7-at, me bo 6 mujin, me abo 1 vjetin, masa ne ma, mjafton. Me iknu kuran, me iknu hatme, me dhënë sadak, me a lecu atyre. Edhe mos me dhënë më mërzi. Pejgamberi ka thënë, kur kanë shku Varrezat me vizitu, çka i thot? Thot asi, qërë thot, mas pak ti njëherë muj duhet me ardhë. Një djalë i ri thot, ja Resulallah, po thot, unë kërkon si kam këtu. Pa marë parasysh, njëherë në muj ke me ardhë këtu, sepse kjo të banë ma besimtar. Kur ti shoj atje këtë vdekmit, thot, sa ka të vdekëm, qa që ki se vape. Më plus, thot, kur shkon me një jetë e vorri i babës, nonës, djalit, Zoti, inshallah na jep sabrin, thot, ti ki me gëzuat vdekmin, qa dit edhe vujtjet e ti kam ja paksu, sepse pejgamberi ka thënë, bojeni vetin, pra përja lidhi me pejgamberin e me Kur'an, bojeni vetin që kur të vdisni, njerëzit me kajt mas juve, që jeni kanë njerëzit mire, me thënë hajtë, qyrë ta. Dhe bojeni vetin që kur jeni lartë, kemi shku në gërbetsen, njerëzit mi marë malli për juve. E a jemi na qashtu? Inshallah jemi. Inshallah mërzat, inshallah. Nëse zgjata shumë pyetjen, po kjo u bë ligjerat faktikisht. O do. Nuk boja arif i anja. Inshallah. Prandaj mos i harroni vdekjen, për ta kthyer edhe përpara kanë dhënë çili se vdekmi ton 40 ditë, deri me 40-ën, a jetë kuranor ka 52-ën, kretë këto eshnat fillojnë me u këput prej njëna tjetërës. Prandaj deri 52-ën, mirë është me abo 40-at, 7-at, çdo kafshat bukës që e jep për misafir, ati i shkon sevap, ti hargjohesh, ama ati i shkon sevap. E kështu, deri 40-ën i kanë dhënë qirit. Pse natën? Tash i lojmë dritat, unë nuk më ka ndruje djali 40 ditë, shpia jeme ka pas dritë, kretë, sepse a i fillon më mërzit atje. E Zoti për më smelon më mërzit, nëse më baba, vlaj, djali, muqika, i knojnë jasina, vinë mësafir,
e tjera, për mos me lënë më mërzit, Zoti lejon shpirtit ti me ardhe dhe këtë dynja. Prandaj 40 ditë duhet me lënë dritën Rrejt. I kom lënë drita të pavën, Unë vetë që e kom vërtetu, e ka pas asi një parfim djali, jo parfim, po asi dezodorant. Edhe ka qenë gjysmë i mbushur. Edhe veç kur e kom pa, dhe tëk ra. Apo kupton, unë e sotuta se e dita që shpirti ti. Hiq as promaj s'ka pas, as kur gjo, veç kur e pash ajo vërt ra këto. E lek. Se shpirtin Zoti ja lejon me ardhë. Ama jo njerëzve të këqij, njerëzve të mirë. Kështu që na nuk bën mu tut. Unë shumë jam tutën kërëm ka vdek baba. Po, bugi deçan që po ju pranoj. Fal Valentina. Po, Valentina, më falë, se e pa beqiri me kom pranoj. Kërëm ka vdek baba, shumë jam tutën. Se jetë. E sa je kon e reti? Sa vjeqare e kon? As 10 vjetë nuk i kom pasën nën. Po ti pas ke qenë fëmi, normal. Jam tutë shumë se mu e baba më ka mytë në punarë. Që sa keqë. Inshallah për xhenet. Për qata. Kanë të punu, inshallah në xhenet, Allahi. Inshallah, fanderit, të punu në punarë, o kanën edhe një ditë për para, kështu. Për bukën e gojës. Po, për bukën e gojës, edhe merë si në hije mu, edhe që atën jam mërzitën e më karatë për. Jam kanë të aty të veni për më mytën. Ani, në jasin, në i sen, e ti e vogël pas ke shku, a i që mësu mërzit, baba jotë është në xhenet, kush vdes për bukën e gojës, edhe nuk vdes në rrugë haramit, me alkohol, me sen, edhe me bon deshi, po flarë, kush ku më puna i në xhenet ka shku. Kur as alkohol, as kur gjanu ka pijen. Ka pasën të dësën. Që e sëdën mi thanën vlazive të me, mani, atë nuk e bajnë. Po. Edhe në bugi deçan, dërgoma bugi kërkesën. Mirë se erdhe, Valentina, besoj që e ke kryu, inshallah Allah i në xhenet. Ama, ajo tuta është normal, si fëmin, do shta e ke pa gjenazën, me siguria, po. Po për shata duhet me pregadit fëmina, kupton, po ndoshta s'ka pas nëna jo se s'ka ditë qysh me të pregadit ty, me të folë, se babi ka shku te Zoti, babi ka shku në qiell. Për shembull, unë nanipin ton qatë shmire kemi pregadit, aja la, thot, bile djalin e kom pas fotografer, edhe thoj ke, nanush, unë e tha kom e marrë, kom u bo fotografer si babi, e murë aparatin 10.000 euro është aparati profesional. Edhe ngreti kështu në qiell, edhe tha, nanush tha, unë e tha kom u bo fotografer si babi, edhe tha kom e kthy ka qielli, edhe unë e kur e shkrepi, babi e nje tha aparatin, edhe ja bëj një fotografi babi, në qiell. Dhe më thanë, që me bo, kjo më ka prek shumë. Fëmija shqyqyshë nuk vedike mërzin, interesant, unë jam tut, tash ka me kaj, djali, nipi, sen, po jo shqyqyr, edhe nëna vetë është doktoresh, është grue e mençme, mirë, ish nusja e djalit, ajo edhe ka pregadite me psikologe, me stende, edhe bile më tha dhe mu, tha, qyre tha në qose pyta, mos i thoni ka dik, po thoni që është në qiell. Edhe na e kemi pregatit, aty s'kan ditë kush, po s'keme më. Veqiri u noni. Vesh një pyetje po du me ta po motër edhe po iku me fjerë. Po i nderua. Valentin, flasim prapë zemër. Mas pore, selam aleikum. Aleikum selam. Je përshëndes gjithëve. Faleminderit, edhe na ty. Një hutbe e kom dëgju prej hoxhës, hutbe të gjumo. Nështë ta më së prek motër, veç një kjo pyetje po shkon ekstra për ty. A ka mundësi me ditë çka ke studiu në fenë islame? Fenë islame, po.
Unë kom studiu medresen Alaudin këtu në Prishtinë, 4 vjet. Edhe 15 vjet jam studiuse didaktike me profesor, kom studiu në Ehli Sunnet, në Sarajeve, para luftës Bosnës, 1 vjet në fakultet bashkë me burrin, i kemi ndjek ligjeratat Fakulteti Shkencave Islame. Edhe mandej u bë lufta, na ishim Londër, më 5 vjet zgjati lufta Sarajevës, kemi vazhdu. E pastaj unë që 15 vjet kom studiu për Ehli Sunnetin, tash jam studente në Londër, Al Mehdi Institut, sa i përket shkollimit tim për fe, po të flas. Edhe në Sarajev jam te Akademia e Shkencave Islame, Mulla Sadra. Jam edhe atje studioj, edhe në Londër, e profesorat e mi i kom në Los Angeles, mundeni me kthyer aty në YouTube, edhe në Kanada, edhe në Amerikë i kanë akademit, shkollat, fakultetet, shkruan Mustafa Qazvini. Janë 12 profesorët më të fortë që janë që mësojnë. Pra, edhe për fe, tash jam të studiu për krishterizmin, bile sot e mora një Biblen, jam të studiu edhe krishterizmin, me profesion, kom kry këto profesionin sa i përket letërsisë, 2 fakultete kom kry në letërsinë e përgjithshme krahasimtare, shtetëmore, domethënë, jo fakultetet private, se të na po kryjnë fakultetet private sa po mundin. Edhe fakultetin e dytë e kom kry diplomimin e dytë letërsi shqipe, mandej kom vazhdu pra edhe psikologji në master, edhe kom zyrën për këshilla psikologjike. A për fe, hala jam të studiu. Po, a di pse ta bona këtë pyetje? Pa tjetër, pra veç pyetje. A bona se ndoshta mundet njeriu gjatë ligjëratave fesë islame me boni gabim. Edhe të tjerët me mësu gabim, me marrë qatë mendim gabim. Edhe nëse nuk je studiuse e fesë islame. Se kur don me fol për fejnë islame, duhet të jesh studiuse e fesë islame, që mos me ngarku me të tjerët. Se këtë gjinohet që unë nështë e marrë gabim, atë mësim që ti ma jap. E përse ta deshta me ta bo këtë pyetje se nëse nuk je studiuse e fesë islame. Islame, po me libin. Une që 30 vjet studioj, plus i kom diplomimet, por edhe qëtu që dal, çdo kush thënë e hap këtë lajmin edhe me fol prej orës 8. Prej orës 8 kemi lexuar Kuranin e tjera. Është përgjithësi njëherë para Zotit, nëse une i keq orientoj njerëzit, nëse une diçka ta thom, une kam e pas përgjithësi para Allahit. Ato jam shumë e vetëdijshme. Prandaj unë kam guximin me dal me fol në emër të Islamit, sepse jam qiç mësuar të kom medrese. Se për shembull ti nëse flet, s'di çka je me profesion, edhe ti e udhëzon edhe hap një live qëtu, edhe del po ligjërata për Islame, për Kurane, për hadithe, për ato këto, në realitet ti duhet më konë islamolog apo teolog e tjera. Po nëse ti fol për Islamin, edhe Valentina thot Zoti, valla Beqiri mun ka mësu. Atëherë Zoti thot Beqir, pse ti ke thënë Valentinës? Valla thot unë qashtu e kom ditë. Po, kush ta ka mësu ty? Valla Iqbalja ma ka mësu. Edhe ti pështove, edhe Valentina pështoj. Ama Valentina ma shumë ka më pyet. Ka me thënë Valentinës, pse ti më i zonë e ke ndëgju Beqirin? Beqiri a ka pata, u konë automehanika, qka u konë Beqiri? Se s'ke shku direkt në Iqbalja. Do shta Beqiri ta ka përtjell gabimisht. Prandaj unë që dal me fol, unë njëherë dal para Allahut, me përgjithësi loj, masanej para njerëve.
se kam problem njerë. Unë 55 vjetare, a jetoj as jetoj, baba jam 60 vjetë, ka jetu 62 vjetë, unë s'kam interesin me marrë dikon qapë. Që të regoj unë e pak ma ndryshe, ajo e logikon e ju, a është ma keq, a është ma mirë. Qap ju flenë zemër ajo, ama me thonë islami është vetëm që shtu, gabim janë njerëzit, sepse islami është në qëranë. Duhet me studiu, unë e studiojnë ma shumë Kuranin se sa hadisin. Unë për shkak hadithit e kum ndryshu mendimin për fejnë temë. Tash, as nuk jam sunni, as nuk jam shia, as nuk jam tarikate të shilirve, as nuk jam hanefi, as nuk jam hambeli, këta që janë me mjekra, ata janë hambeli. Hanefit në Turkije janë pa mjekra, veç me mustache, këtë në Turkije ki pa mjekra. Hanefit. Isë më interesojnë. Mu më interesojnë veçiri, apo thot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Unë falë që po ta ndërprej, në rregull, vetëm deshta me kuptu plotësisht që pyetjen ka tim, përgjigjen me marr, që Allah na zot gjithëve. Selam aleikum. Inshallah kem mundësi me prit Ramazanin. Inshallah. Allah më na pastru. Çfarë lutje të mirë po bojke. Hajde natën e mirë, selam aleikum. Natën e mirë, respekt e keni shumë pra une për këto kulturën e komunikimit që keni. Respekt. Të në të ja përdo të goja të lumë, që sa mirë, njerëzit e mirë. Po të pëlqen mirë, s'po të pëlqen mirë. Po, mos të më do më ofendu këtu. Tash na kretë, së në mendojmë njësoj, kretë e vojë gjallartë, edhe ata që kanë keqë. Po, qashtu e di? Po, dishka që ka nuk të pëlqen, mos e merë mare, me hoxha s'po të thotë, pa tjetër bane qështu. Tash nësë mundemi edhe mu bazu edhe kret e prifti hoxha, tash me këtanë hoxha që shko myte njerin, a kishe myti? Jo, normal që se kishe myti. Andaj, do të mu kanë tolerant, plus do të mi besu njerit për qatë shkollim që ka, hiq më të shoftë një 4 vjetë me dresa i kam. Do të më bo krenar, pra mësem diçka për tjeve. Po, të normal. Sa rri, për shumë dhe më tjera, rri që të banë që. Një biseda, biseda në mësaj diçka. Qëshjo që Samir, hip njani pyet tjetri, edhe çdo natë zotëri zhuri, prej orës 8 deri 9, kemi leximin e Kuranit, vetëm Kuranit shqip. Për çdo ditë jem domon tonë, ta kum çu live-in pa fotografi, dha nuk pranaj. Ja, faleminderit, ti po duke një çokoladë me mafua si Gjermanistë, mirë. Ja, qasi sa pa u taku me mundone me valla në kosha gjallësh nësh që jem korrik atje. Mere dhe gruën, se unë e kom adit nuk mundi me dal me meshkujt pa e pas shoqën. Po se ti nuk e ki shoqën, unë e marrë qokin të burin dhe. Se qashtu e kom adit, se pa ma pas që dulem të njohë, kur e qet një kafe, qitë edhe një që ati më vërmic. Po, valla më vërmic të ka i peshk atje. Po, valla, që ta hamon të hekina. Inshallah. Urnoni e ne jota se herën e kalume në mikrofonit të nalë dishka. Urnoni në zëtëri. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Urnoni. Do shta me po një pytje, thëmi po ingëj të ligjerotat islamet, është të vërtit që kosht e ndëgjojnë pytjet e njerit të varezat. Kosht, që është të vërtit që kosht i ndëgjojnë të deknet. Veç piskamën jam dëgjojnë. Veç piskamën, a bisedën nuk jam marrin vesh. Se janë komunitet në veti. Boj ka të përshëndes. Na jemi njerëzit, jemi komunitet në veti, këta kafshët i ka përmend Zoti në Kur'an si komunitet. E tash kafshët vetëm ky
Sulejmani a.s. ka mund me fol me kafshën. A kafsha me kafshën janë njeh jo gjuhën, po janë njeh ato sinjalet, janë njeh ato zonat, murmurimat, a me njerin kafsha s'mundet me fol. Po, qëse qeni o kon shumë i lidhëm për atë pronarin, ose sukur ajo maca ati Zukorliqit, ati hoxhës madh, Novi Pazar që diq, qëse o kon shumë i lidhme me pronarin, ajo ka nejt aty 7-8 ditë po nejt për mi varë. Po me kuptu që ka fol, jo, se kupton. Veç Sulejmani e ka fol. Kudret. Da këshirim, a e kuptove i nderuar? Po. Qashtë. Sa vjeti ti e në jetë? Sa vjeti ti? 13 vjeç jam. Ani mirë, po për i ma. Se ti për vdekjen për këto sendet që i keni, ato duhet me ditë. Po për ty duhet është jeta për para. Ti duhet me mendu çka me bo mirë, qësh me zhvillu veten, qësh me u zhvillu me mësime, me sen. Për vdekjen ti ma pak duhet me një këto sendet. Po nëse kemi ditë që jema i vi. Çka po thot, a bën një pyetje, a lejohet me agjeru ku punon me alkohol? Tash, Nina. Shiko, edhe këto ma kanë pyet një pyetje, a bën me punu, tha jam në Zvicër, edhe tha punoj me restoran, 90% i mështerive janë të krishter, aty tha i shërbej me mish derri edhe me alkohol. A e kom halal rrugën që e marë. Rrugën nuk mundet një musliman edhe mi shërby të krishterve, nuk bën me shërby me alkohol ku ka. Edhe ku punon me alkohol, a bën me agjeru, e ti po punon me fabrikën e alkoholit, kur se si. Me agjeru, ti mundesh me agjeru, ama punën që e bën, që i ndihmon, do më thënë të keqës, alkoholit që është haram, ti edhe kamarierë më kanë këtu në Kosovë, më kanë pyet, po qëta në Kosovë jemi musliman, edhe punojnë në restoran, aty është ka alkohol. Si mas djetarve, hoxhallarve të ehli bejti, thot nuk guxon, tha, me punu, tha haram e ka rrogën që se shërben me alkohol. Por, nëse veç je student, edhe vetëm një gjallë lejohet, për shembull, a shkon ti si student, edhe shtena në Kosovë 95% që ose restoranet s'kan alkohol, nuk kanë punë. Pa ma parasysh që jemi 95% musliman. Prandaj ti si djali i rinj, që se veç të dëshiron pa tjetër me punu si kamarier, s'ki tjetër rrugdalja, ma jo, po shkojën e me punu edhe që shtu i tham. Po s'ki tjetër rrugdalje, atëherë shkon ti punon si kamarier, po ai thotë ki rrogën për shembull 400 euro. Ti thosh zotni, unë po rri këtu me punu për 300 euro, por shërbimin me alkohol nuk e boj. As gajbën me piva nuk du me prej. Rrogën ma zbriti mu, ama unë s'du me pas as me shishe, as me got, as me kurla. Zakonisht ka kamarierë edhe që e pinë vetë, edhe që shërbejt, ata zatën janë të haramit, e të vazhdojnë me haram. Ama ti, për me pas rrogën halal, nuk ban jo me agjeru e me punu, po hiq zban me punu. Ti ndoshta ki aty ko shumë ke punu si punëtor me vitet të tëra, po në qo se sakrifikon veten për qatë punën e len në qëtë Ramazan, ndoshta ki me hek pakës, po ta din që Allah i ka me ta qu një pun ma me bereqet, ndoshta rroga ka mu kon ma e vogël, po bereqeti ka mu kon ma e ma. Prandaj jo që lejohet vetëm për Ramazan, po hiqet edhe pas Ramazanit, se ti pyte, a bën me agjeru, unë jam agjerushëm edhe me punu me alkohol. Kush se si? Edhe pa agjerushëm. Edhe pa agjerushëm. Pejgamberi ka mallku deri taj fëmia që shkon me ble.
deri te bujku që e mbledh hardhin, si në Rahovec, e mbledhin hardhin me niyetin që qatë rushin kanë me qenë në fabrikë për me bo alkohol. Edhe bujku që e punon tokën për me mbledh hardhin e rushit, harame ka jetën, harame ka fitimin e tij. Fitimi i tij kam ju shkatru, nuk kam mu trashëgu. Nuk kam mu trashëgu. Ti e keni parë në Rahovec gjitha jo masakër u bërë, gjitha jo se. Një se lufta nuk pyet, ama Zoti ja tërhek brejtje njerëzve. Po, kur s'marrin vesh, vazhdojnë. Shumë, se të bëjnë problem. Oj, motër, Noni. nëse nuk e mba qaki Ramazani, është i smut me barna, me ilaçe. Po, shiko, nëse ti e ki një smuje që nuk, për shembull, smuja e sheqerit nuk shërohet. Nuk shërohet ajo, po duhet mi nejt gjithmonë me terapi. Atëherë, ti nuk bën me majt, po e llogarit sa të kushton ty saballëki, dreka edhe darkë. Për shembull, saballëki të kushton 50 euro, se ti një vezë, një send, nuk i ki, nëse i ki kushtet më të mira, më shtrejt. Për shembull, e bëjmë. E bën për shembull saballëki 50 cent, dreka 2 euro, darka 50 cent, 3 euro. Po të kushton ty një ditë e bukës. E herë 30 ditë, ti japish 90 euro, ja japish një fukaras sadaka. Po ti nuk e ki 90 euro as qatë penzionin. Atër jam shonë për gjys, 45 euro. Edhe e pagun qatë agjërimin tonë, sa je gjallë. A u kuptu? Pa nëse unë si vjet jam smut, po si vjet e ku bo një operacion, një sent, si vjet jam smut, atër vitin e arshëm, une masit shnoshëm, bova ki qëtë muj shnoshëm, muj në Ramazanit shëndoshëm, atër une duhet me këthy ato me majtë Ramazanin, jo me pagu. Që jo më dhe në gjdo kush, vala Coca-Colaj, une s'pe agjëroj, atë ma mirë do pagu. Jo, që të doktorit a ka dhënë diagnozën që smuja jo të derisa sa të vdesish, lypët me pas trajtim. A jo me tratu, Allah, për shembull, kur t'jesh nësh, do më thonë një kry ato obligime. Po, një kry. Kështu pëzu. Ama që si smuja jo të zxat deri në vdekje me hapa 3 herë në ditë, ti s'bën me agjeru. Mirë jemi qëtë qështu. I përkëndër të shikull që e kishtu. Selam aleikum. Edhe na përshëndesim ty, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se erdhët. Selam aleikum. Zotë ja Rabel. Amin. Ku shka përna dhët një, Shqipëria është e krishter, jo arabe, as turke. Shqipëria është e shqiptarve, e shqiptarët janë të krishter edhe musliman. Nuk jemi na as turk, as arab. Na as gjermanisht, që se folim nuk jemi gjerman, që se folim italisht nuk jemi italian, që se folim arabisht nuk jemi arab, as turk. Edhe turk jemi dhe s'na ka pru fejt, se sot feja islame e turqve, as arabët s'na ka pru fejt. Feja muslimane turqve, feja muslimane ka në sekullin e 8. Në Balkan. Mëse boni mjuke, se mjuke ka dhe mendimin e vetë, zëtë një. Shekullin e 8 ka ata na muslimanizme. Shekullin e 8. Motri, e kom një pytje. Po, noni, afri. Për muslimon ta është të morsi. Jo. Po, shumë mirë. Shiko, 8 marsi nuk është as fest kombëtare, as fest fetar. Tash, në kohën e pejgamberit, para se me ardhë islami, i ka thënë qëto i keni festat. Bajramin, vitin e ri, hijri, edhe 2 bajramat. Ramazani. I kanë thënë, ja Resulallah, na i kemi edhe ato festa kombëtare, arabe, para islamit. Ai pejgamberi vetë o konë arab.
Tash na kemi plot festa tash të pavarësisë, festa e Adem Jasharit, e legjendare, e Prekazit, e festa lidhja e Prizrenit, e festa e Flamurit, këto janë krejt festa. Po janë festa kombëtare. Edhe i thot pejgamberi s'ka problem. Sallallahu alaihi wa alihi. Thot ju kremtoni ato festa, po që i keni pas me muzike, me dansëze, me gra, e burra, e përzishet, e me alkohol, ato nuk ban. A festën festojnë. Sa i përket 8 marsit, nuk ka feste jonja kombëtare, po na jetojmë në Evropë. Na s'jemi Arabë. Edhe është fest internacionale. Po nuk ka vlerë. Ti përshpjegon një moderna. Një moderna. Kur zho nuk ban as shirk, as përbo, ja bled nonës një sebe po bo, një sebe, me shkute nonën, mja punë borën, me dasht nonën, mja dho një lule, që ka që ke vëzhu, e ke vëzhu nonën përbo, që ka ke voket, po gjoviq. Pa mirë, po mja puth dorën nonës, që kjo për beqenë më mas shumëti, mja puth dorën nonës, ose mballë me puth nonën, edhe me adhoni lule. Po ku ka? Gruës ballin. Gruës ballin. A gruës ballin, a? A, gruës ballin. A gruja të me ta puth ty dorën? Faqet. Non s'faqet mja puth, po. Jo, gruja, burri duhet mja puth dorën, se është ma e vogël që burri. Unë e burri të mja puth i dorën, a i ma puth ballin. Halal ko. Okay. Në Turki, kur martohen gratë... Po. Ama po me ne për të të marë. Kjo është pa lidhje, kafsh, si jemi na, para kret njerëzve që aty më puth. Po, për të qëtë në qajnë, nëse në puqet, se që tu e kemi qëkru. Një respekt, ashtu një respekt. E që kjo është shkrumja këtu, kur ta puth burri, do me thënë Allah i lëshon dashni. Fëmijët e mi, kur i kom përcjell në shkollë, a ban me puth nonën ballë. Puth e dorën, mami, kur